Pas shumë konflikteve të grumbulluara në familje, Abdullah është lodhur nga manipulimet dhe sjellja e pembes. Ai e ndjen se martesa e tyre nuk ka më dashuri dhe vendos t'i jap fund. Ai thot qartë se do të ndahet, duke e lënë pemben të tronditur dhe të poshtëruar. Për pemben, ndarja është një turp i madh dhe humbje e pushtetit që ajo ka pasur në familje. E dëshpëruar që Abdullah po largohet, Pembe mendon një plan për ta rikthyer. Me ndihmën e Nilait dhe Zylkar, ajo vendos të shtiret sikur pëson një sulm në zemër. Ideja është që Abdullah të ndjej fajin dhe të kthehet për t'u kujdesur. Ajo organizon gjithçka me kujdes, mjekun, familjarët dhe madje për lajmin që është në gjendje kritike. Plani funksionon për pak. Abdullah shqetësohet dhe kthehet, por ai kupton që ajo ka gënjur. Kjo asaron akoma më shumë situatën dhe e bën ndarjen edhe më të hidhur. Nursema, që gjithmonë ka qenë vajzë e bindur përballet me presionin e nënës për martesë, por në këtë episod ajo tregon pjekuri dhe vendos kufi. Ajo nuk lejojnë askënd të vendosme për jetën e saj. Kjo afron më shumë me personazhet që e mbështesin në heshtje si Këvëllçem. Meri, e cila ka besuar verbërisht te partneri i saj, kupton se është mashtruar financiarisht dhe emocionalisht. Ajo i rrëfehet Këvëllçemit dhe Omerit që e ndihmojnë të rimarrë kontrollin e jetës. Ky moment tregon se si Këvëllçem gjithmonë bëhet mbështetje për të tjerët, edhe pse vetë ka hallet e saja. Pembe organizon një festë madhështore në një hotel për të treguar se ajo është ende zonja e shtëpisë dhe për të ruajtur imazhin para njerëzve. Ajo e fton Abdullahin dhe familjen për të treguar se gjithçka është nën kontroll. Teksa mban një fjalim për familjen dhe forcën e grave, Pembe fillon të ndjej dhimbje në krahëror. Fillimisht përpiqet ta fshehë për të mos prishur atmosferën, por dhimbja bëhet e padurueshme. Ajo bie menjëherë pa ndjenja para të gjithëve. Panik, të ftuarit u lërasin, Abdullah vrapon drejt saj dhe dikush tërhet ambulancën. Ambulanca niset me sirena të ndezura. Në makinë, mjekët përpiqen ta mbajnë gjallë Pemben, e cila nuk reagon. Abdullah, i tronditur dhe me lot në sy, niset menjëherë pas tyre me makinën e tij për ta ndjekur. Ai është në gjendje paniku, vozit me shpejtësi dhe për pak çaste humb kontrollin e mjetit. Makina përplaset fuqishëm në një anë të rrugës. Skena është dramatike, njëra anë tregon Pemben në ambulancë me monitorin që bie në vit të drejtë. Tjetra tregon Abdullahin në rrugë, të mbuluar me gjak pas përplasjes. Kamera largohet ngadalë duke treguar dy ambulanca që shkojnë në drejtim të spitalit, njëra për Pemben dhe njëra për Abdullahin. Të dyja në gjendje kritike për jetën. Episodi tjetër nis me familjen Unal në zi të thellë pas vdekjes së Pembes. Të gjithë janë në shok dhe nuk dinë se si të veprojnë. Mustafa, djali i madh i familjes, është në një gjendje të veçantë. Ai refuzon të pranojë se nëna e tij ka vdekur natyrshëm dhe deklaron me zë të lartë: "Nëna ime nuk vdiq, u vra." Ndërkohë Abdullah vazhdon trajtimin në spital pas aksidentit, në koma në episodin e ardhshëm. Një nga skenat kryesore është vizita në spital. Ishil shkon për ta vizituar Abdullahin, por përplaset me Nurseman dhe ndodh një debat i fortë. Pas disa ditësh trajtimi në spital, Abdullah më në fund del nga gjendje e rrezikshme. Ai është fizikisht mirë, por emocionalisht i shkatëruar. Në fytyrën e tij shihet faji, pendesa dhe boshllëku, që ka lënë humbja e Pembes. Gruaja me të cilën, edhe pse kishte humbur dashurinë, kishte ndarë gjithë jetën. Me një buqet me lule të bardha, arrin pranë varrit të Pembes. Ndalon për pak sekonda, fryma i ndalet, ai përkulet, vendos lulet mbi varr dhe qëndron në heshtje të plotë. Ku me lot në sy, i kërkon falje për të gjitha ato që ndodhen. Pas humbjes së nënës, Mustafa është i tronditur dhe i zemëruar. Ai shpërthen ndaj të gjithë familjes, duke i fajsuar për vdekjen e Pembes. Zemërimi i tij arrin kulmin. Ai madje kritikon edhe martesën e Fatit me Dohën dhe dëshiron që Abdullah të kishte vdekur në vend të nënës së tij. Tensioni i madh dhe dhimbja e humbjes përshkojnë çdo fjalë dhe veprim të tij, duke krijuar një atmosferë dramatike dhe të ndërlikuar në familjen Unal. Doha ndjen dhimbjen dhe mungesë respekti nga Mustafa pas tragjedisë dhe vendos të largohet nga shtëpia për t'i dhënë hapësirë vetes, por Fati afrohet në atë moment, duke mbështetur dhe i kërkon që të qëndrojë pranë tij. Përmes pranisë së tij, Fati tregon Dohës se nuk është vetëm dhe se mund të përballet me dhimbje dhe tensionit familjar së bashku me të. Edhe pse Pembe
e kishte larguar më parë, Abdullah shkon tek Meri dhe i kërkon të sjellë vajzën e tij Alevin përsëri në shtëpi për të jetuar së bashku. Ai dëshiron të rifillojë lidhjen me vajzën dhe të krijojë një ambient të ngrohtë dhe të sigurt për të, duke treguar pendes përgjegjësinë dhe dëshirën e pakushtëzuar që ka për familjen e tij. Mustafa, i mbërthyer nga dhimbja dhe zemërimi pas vdekjes së nënës së tij, shkon tek Meri dhe në një moment papritur e puth. Ky veprim e trondit Abdullahin, i cili është dëshmitar i skenës, ai nis ta kritikojë Mustafajin. Meri menjëherë sqaron se ky veprim ka qenë i papritur dhe se nuk kishte qëllim të krijonte situatë të tensionuar. Por Mustafa, i tej ngarkuar emocionalisht dhe i zemëruar nga dhimbja, i thot Abdullahit se ai nuk ka të drejtë i kërkojë llogari, duke e përballur me të vërtetën e idhur që ka mbajtur në zemër. Ai e konsideron Abdullahin përgjegjës për vdekjen e pembes. Pas ngjarjeve të fundit dhe përplasjes së ashpër me Abdullahin, Mustafa është jashtë kontrollit dhe duket se nuk mund të përballojë dhimbjen dhe zemërimin e brendshëm. Ai vazhdon të jetë i turbull dhe i papërmbajtshëm, duke shkaktuar shqetësim të madh tek familja. Abdullah dhe pjesëtarët e tjerë të familjes vendosin ta ndihmojnë, duke e çuar Mustafan në një mjek. Pas një vlerësimi të kujdesshëm, mjeku u tregon familjarëve se gjendja psikologjike e Mustafait është tepër e rënduar dhe për të siguruar shëndetin dhe jetën e tij, është e nevojshme të trajtohet në një spital psikiatrik, ku mund të marrë kujdes të specializuar. Familja e tronditur duhet të marrë vendimin e vështirë për të pranuar që Mustafa të qëndrojë në spital, duke shpresuar se trajtimi profesional do ta ndihmojë të stabilizohet dhe të përballet me humbjen e madhe të nënës. Nila i shkon për të vizituar Mustafajin, por nuk i lejohet të takohet me të. Mustafa, nga ana tjetër, nuk ka dëshirë të shohë askënd. Në një moment i mbërthyer nga dhimbja dhe zemërimi për humbjen e pembes, ai tenton të arratiset nga spitali për t'u akmarrë, por ndalohet nga stafi. Fati, për të hequr stresin e akumuluar, vendos të shkojë në palestër. Aty ndeshet rastësisht me një vajzë që quhet Beril, dhe për një moment ata shoqërohen për një kafe pas palestre. Doha, duke përdorur telefonin e Fatit, zbulon bisedën miqësore në rrjetet sociale mes tij dhe Berilit. Menjëherë kërkon llogari, duke besuar se arsyeja e vërtetë e frekuentimit të palestrës është pikërisht kjo vajzë e re. Fati përpiqet ta qetësojë duke i kërkuar të mos xhelozojë, pa arsye dhe të mos supozojë gjëra që nuk janë të vërteta. Pas insistimit të Ishil për t'u martuar me Abdullahun, ai pranon dhe shkon për t'u përballur me familjen. Por ata nuk e mirëpresin as pak mirë këtë vendim. Reagimi është veçanërisht i fortë nga Ishil dhe sidomos nga Nur Sema. Situata mbetet e tensionuar dhe e paparashikueshme, dhe publiku mbetet në pritje për të parë se si do të zhvillohen ngjarjet në episodet e ardhshme.